Pra, edhe para se ta vendosësh Amin, domethënë ka një proces, sikurse po e shpjegon ti, nën thonjza proces. Nuk është se mund të vendoset sot për nesër. Shiko, ajo shumë personale, ka njerëz që thjesht do Zoti ju a hap ato domethënë dyert e, si ta them, ose sytë e zemrës, edhe thjesht çohen një ditë të bukur dhe thon, unë sot dua ta vej, ju hyn, nuk e di, është shumë personale. Është personale, po. Logjikisht, tash një person që është rritur gjithkohë, domethënë që e vogël, ka mamin me shami, ka tezen me shami, ka kushërirat me shami, ja ka vrarë syrin në thonjza, pra është mësuar me këtë lloj gjëje, duket shumë normale, ka babin që shkon çdo xhuma dhe falet e xhamia, ka vllain që shkon çdo xhuma dhe falet e xhamia, agjeron Ramazanin çdo vit, muaj të plot, falet Bajrami, e kupton? Nuk ka se si të dalë jashtë kësaj rrymë sepse është diçka e përbashkët në familje. Po, ndërsa një person që nuk e ka bërë këto lloj gjëra, e ka më të vështirë që t'i vinë natyrshëm, normalisht, sepse ai është mësuar që të dalë, ku dëgjon, të shkojnë nëpër klube nate ose mund mos shkojnë klube nate, po të vishet pak më të ngushtë, më të shkurtra, e kupton? Po ka një stil tjetër jetë në vetvete, kurse ti ke qenë me gjithë familjen në këtë frymë dhe është super.